Në dy arsye pse politika e jashtme jonë është e zbet pikërisht në sesionin e OKB-s, se e para është sepse janë dy luftra shumë të mëdha, të cilat marrin shumë energji dhe kanë shumë, po themi, rrezikshmëri të lartë për një konflikt edhe më të madh se sa që është, pra lufta e Ukrainës dhe lufta në Gaza. Dhe e dyta normalisht është e zbet sepse Kosova nuk e ka më atë, po themi, përkrajën e madhe të SBA-s. Dhe pa përkrajën e SBA-ve, po vrejet që takimet si të presidentes apo të ministrës së jashtme në detyrë janë jashtëzakonisht të zbeta, mos them edhe qesharake, sepse ne po flasim për vitin 2025, në për korridore jemi takuar para luftës dhe mas luftës, por pas pavarësisë ka ndryshuar qasja dhe ne po mdokut që jemi kthy para pavarësisë. Pra mu takuna për korridore apo me figura të katërta, të pesta, të cilat po themi që impakti i tyre në ndryshimin e politikës së jashtme karshi kësaj qeverie apo këtij mentaliteti qeverisës thuhet se është zero. Po parimisht për këtë periudhë kohore mund të flasim vetëm për humbje. Është absolutisht anakronike të provojmë me fol diçka pozitive. Fundja fundit nga zgjedhjet tona, pak a shumë janë mbajtur edhe zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, atje është bërë transferi pushtetit nga një parti në partin tjetër, është marrë pushteti dhe sot pothuajse kemi ndryshim të rendit botëror. Ne për fatin ton të keq ende nuk kemi arrit ta konstituojmë kuvendin dhe kjo normalisht shihet si veprim negativ e para për prishjen e imazhit politik dhe juridik ndërkombëtar, sepse Kosova në arenën ndërkombëtare ka dëshmuar që nuk e ka pjekurinë e duhur për të formuar institucionet e veta. Në momentin që Serbia arrin më taku me numrin 1 të State Departamentit, kjo duhet të ishte një alarm për të gjithë qytetarët e Kosovës, se posaçërisht për qeverinë dhe presidenten. Pra ata duhet ta bëjnë pyetjen ku kanë dështuar.